Shalom, shalom, shenjtor Adonai Bekoftë, qoftë me ju me familjet tuaja, Olger Spahi nga Zeri Mesias. Në letrën e Efizjanëve, kapitulli i parë, apostulli Shaul Pali shkruan kishës në Efes, duke thënë: I bekuar qoftë Elohim Ati i Zotit ton Yeshua Mesia, Krishtit, që na bekoj me çdo bekim frymëror në vendit qellore në Mesian, sikurse na zgjodhi në te përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë, të veçuar dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri. Me një shikojmë vargun 4, që ka shprehur lutja apostulli, shpreh që Ati tonë, Elohim, krijuesi i qiellit dhe i tokës, na zgjodhi mënyrën për të shpëtuar, na zgjodhi në te, na zgjodhi në Mesia, në Krishtin, përpara se të themelohej bota. Ai zgjodhi mënyrën për se si ne mund të afroheshim ndaj Atit, me anë të lajmit të mirë, me anë të ungjillit, themi. Lajmi i mirë i mbretërisë që ka filluar nga perspektiva e deklarimit, e fjalës, e shprehjes për të marrë atë trashëgimi, atë lajmin e mirë, mbretëria që po vjen, që shikojmë Psalmin 37, flet për atë mbretërinë që ne do trashëgojmë, i urti do banoj tokën, i drejti do trashëgojë dhe unë tokën. Mbretëria e qellit që do vijë në atë, duke filluar nga 1000 vjeçari, qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, që shprehet në Zbulesa 21, ajo perla në këtë rast, që Ati ka përgatitur në qiellin e tretë, qyteti i madh, 2300 km2, e jep me detaje Zbulesa 21, masandaj shprehet në Zbulesa 22 vargu 14, për hyrjen, si mund të jemi pjesë për trashëgimin finale.